Të nderuar miq, programi ton për shëndetje dhe mirë se vini në programin Rruga me doktor Michael Youssef. Në programin ton të sotëm, doktor Youssef do të na flas për hapin e 6 në procesin e pjekurisë tonë shpirtërore. Kontrollin e gjuhës son. Jakobi kushton një rëndësi të veçantë kësaj çështjeje. Ai thotë se është shumë e rëndësishme që të kemi kujdes për fjalët që themi, sepse të gjithë do t'japim për to llogari ditën e gjykimit. Doktor Youssef thotë se me fuqinë e fjalëve tona, ne mund të ndryshojmë botën. Por më shumë hollësi, le ta ndjekim me vëmendje programin e sotëm. Dëgjim të këndshëm. Hello, listening friends. Dëgjues të dashur, përshëndetje. We are glad you tuned in to listen to the rest of this program. Jemi të kënaqur që do të na ndiqni në vazhdimin e këtij programi. We are in the midst of a series of messages from the Epistle of James. Jemi në mes të serisë mesazheve nga letra e Jakobit. In this broadcast, we will discuss step number 6 in the 12-step program for spiritual maturity. Në programin e sotëm do të diskutojmë për hapin e 6 në këtë mësim 12 hapësh për pjekurinë shpirtërore. James tells us that the control of the tongue is one of the most important steps toward Christian maturity. Jakobi na tregon se kontrollimi i gjuhës është një nga hapat më të rëndësishëm drejt pjekurisë krishtere. Let us review the previous steps. Le të rishikojmë 6 hapat e parë. Step number 1 Hapi numër 1 is rejoicing in the middle of trials. është të gëzohesh në mes të sprovës. Step number 2 Hapi numër 2 is saying no to temptation. është i thuash jo tundimit. Step number 3 Hapi numër 3 is obeying the word of God. është i bindesh fjalës së Perëndis. Step number 4 Hapi numër 4 is loving the unlovable. është të duash ata që nuk i do kush. Step number 5 Hapi numër 5 is living out your claim of faith. është të jetosh besimin e shpallur. Today in step 6 we turn to the taming of the tongue. Ndërsa sot në hapin e 6 do të flasim për zbutjen e gjuhës. Why is that important? Pse është e rëndësishme kjo? Because an uncontrolled tongue can slice up someone's reputation. Sepse një gjuhë e pakontrolluar mund të shkatërrojë reputacionin e dikujt. It can destroy someone's dream Mund të shkatërrojë ëndrrën e dikujt, or shatter a beautiful relationship. ose të prish një marrëdhënie të mrekullueshme. An uncontrolled tongue can shatter lives and destroy marriages. Një gjuhë e pakontrolluar mund të prish jetë dhe të shkatërrojë martesa. Too much idle talk tears down our ability to be good witnesses for Christ. Shumë biseda të kota shembin aftësinë tonë për të qenë dëshmitar të mirë për Krishtin. It destroys our credibility and discredits our Savior. Shkatërrojnë besueshmërinë tonë dhe diskreditojnë shpëtimtarin tonë. The ability to curb our tongue is a mark of Christian maturity. Aftësia për të vënë në fre gjuhën tonë është shenjë një krishtërimi të pjekur. James, as usual, does not mince words in the way he deals with the subject. Jakobi si zakonisht nuk I thërmon fjalës ashtu siç bën me subjektin. Turn with me, please, to chapter 3, beginning at verse 1 all the way to verse 12. Ju lutem le të shkojmë së bashku te kapitulli 3 duke filluar nga vargu 1 deri tek 12. In verse 1, James begins with speaking to those who always want to be taken to place of prominence. Në vargun e parë, Jakobi u flet atyre që gjithmonë dëshirojnë të shkojnë në vendin e premtimit. Let me paraphrase to you verse 1 of chapter 3. Më lejoni t'ju perifrazoj vargun e parë të kapitullit 3. Stop and think before wanting to step in a position of leadership. Ndalo dhe mendo përpara se të hedhësh një hap në pozicionin e drejtuesit. Why is James saying this? Përse po e thot Jakobi këtë? Because those who are in leadership pay a heavy price and will be judged by God in a much stricter standard. Sepse ata që janë drejtues paguajnë një çmim të madh dhe do të gjykohen nga Perëndia me një standard shumë strikt. The Bible is full of examples of those who have thought that leadership in the church is an opportunity for gain. Bibla është plot me shembuj të njerëzve që kanë menduar se drejtimi në kish është një shans për të përfituar. Gehazi, Elijah's assistant, coveted the gift that Naaman the Syrian brought to his master, and his master turned it down, and Gehazi was struck with leprosy with his whole family.
Gehazi, asistenti i Eliseut, lakmoi dhuratën që Naamani siriani solli mjeshtrit të tij dhe mjeshtri e largoi atë bashkë me familjen e tij që ishin krejt të lebrozur. Ananias and Sapphira thought that they could deceive the Holy Spirit of God and both dropped dead on the spot. Anania dhe Safira menduan se mund të mashtronin frymën e shenjtë të Perëndisë dhe të dy mbetën të vdekur në vend. Do you aspire leadership? A doni të bëheni drejtues? Then you must learn the biblical correction, not crude criticism. Atëherë duhet të mësonin drejtjen biblike dhe jo kritikën e ashpër. Learn discipline, not domination. Mësoni disiplinën dhe jo dominimin. Learn authority, not autocracy. Mësoni autoritetin dhe jo autokracinë. Learn leadership, not lordship. Mësoni drejtimin, jo sundimin. James gives us a warning against carnal ambitions and against critical attitudes. Jakobi na paralajmëron kundër ambicieve të mishit dhe kundër sjelljes kritike. Why is this warning? Pse ky paralajmërim? Because those who aspire leadership will be judged strictly. Sepse ata që aspirojnë drejtimin do të gjykohen ashpër. James includes himself in the leadership of the church by saying we. Jakobi përfshin dhe veten në drejtimin e kishës duke thënë ne. My listening friends, I want you to hear me correctly. Dëgjuesi dashur, dua që të dëgjosh drejt. Whether you are a formal teacher or not. Pavarësisht nëse je mësues formal apo jo. If you are a Christian living in this world, you are involved in teaching in some way. Nëse je një krishter që jeton në këtë botë, atëherë je i përfshirë në mësim në një farë mënyre. We are teaching our friends. Ne mësojmë miqtan. We are teaching our spouses. Ne mësojmë bashkëshortet tona. We are teaching our neighbors. Ne mësojmë fëmijët tanë. We are teaching our children. Ne mësojmë fëmijët tanë. And that is why James goes on to say that it is important for us to watch what we say, all of us. Dhe ja pse Jakobi vazhdon dhe thot se është e rëndësishme për ne që të kemi kujdes për fjalët që themi, çdo njeri prej nesh. Because all of us shall render an account for what we say in the day of judgment. Sepse të gjithë ne do të japim llogari për ato që themi në ditën e gjykimit. Jesus said, by your words you shall be justified, and by your words you shall be condemned. Jezusi tha, me anë të fjalëve tuaja do të shfaqsoheni dhe me anë të tyre do të dënoheni. If by your tongue you confess Jesus Christ to be Lord of your life, you are saved and on your way to heaven. Nëse rrëfeni me gojën tuaj se Jezus Krishti është Zoti i jetës suaj, ju jeni të sigurt për rrugën tuaj për në qiell. But if you say, I don't accept that Jesus is God, then you already condemned yourself to hell. Por nëse thoni, nuk pranoj se Jezusi është Perëndi, atëherë ju keni dënuar vetveten për në ferr. Nobody condemned you, your own tongue has condemned you. Askush nuk ju ka dënuar, gjuha juaj ju ka dënuar. What we say with our mouths is very important. Fjalët që themi me gojën tonë janë shumë të rëndësishme. It is very important. Është shumë e rëndësishme. It is eternally important. Ka në rëndësi të përjetshme. And that is why the psalmist in Psalm 141 verse 3 said, Dhe ja pse psalmisti tek Psalmi 141 vargu 3 thot: Set a guard over my mouth, O Lord. Vendos një roje para gojës sime, Keep watch over the door of my lips. që të ruaj fjalët e buzëve të mia. And in verses 3, 4, and 5, James wants us to comprehend what a powerful force our tongue can be. Dhe në vargjet 3, 4 dhe 5, Jakobi dëshiron që të kuptojmë se ç'forcë e fuqishme mund të jetë gjuha jonë. He said it is like a bit in the mouth of the horse, Ai tha është si një fren në gojën e kalit, or the rudder in the ship. ose një timon në anije. These are small components in comparison to the size of the horse or the ship, but they have powerful effect and control. Këto janë elementë të parëndësishëm në krahasim me përmasat e kalit apo të deles, por kanë efekt të fuqishëm dhe ushtrojnë kontroll. And that is why Proverbs 10:11 said, the mouth of the righteous is a fountain of life, but the harsh word stirs anger. Ja pse fjalët e urta kapitulli 10 vargu 11 thon, goja e të drejtit është burimi jete, por goja e ashpër shkakton zemrim. In other words, from our lips can come out words of love and comfort, Me fjalë të tjera nga buzët tona mund të dalin fjalë dashurie dhe ngushëllimi. words of encouragement and wisdom and inspiration, Fjalë inkurajimi, urtësie dhe frymëzimi. words of faith that can lead men and women to the Lord Jesus Christ. Fjalë besimi që mund të drejtojnë burrat dhe gratë tek Jezus Krishti. Yet from that same tongue can come sarcastic comments and
insinuating remarks. Por nga ajo gjuhë mund të dalin komente të ndyra dhe vërejtje dinake. Can come a critical statement or a lie. Mund të dalë një pohim kritik apo një gënjeshtër. Can come unfounded rumors or a piece of misinformation. Mund të dalin thashetheme të pa baza ose keqkuptime. Each of these can destroy. Secila prej tyre mund shkatërrojë. By our tongues we can boldly speak the truth even at the risk of suffering. Me anë të gjuhës son mund të flasim me guxim për të vërtetën, madje duke rrezikuar që të vuajmë. By the power of words we can change the world. Me fuqinë e fjalëve ne mund të ndryshojmë botën. Mary, the Queen of Scots, once said that she was more afraid of the tongue of John Knox than 10,000 fighting men because John Knox preached the truth. Maria, mbretresha e skocezëve, një herë tha se kishte më shumë frikë nga gjuha e John Knoxit se sa nga 10,000 luftëtar, sepse John Knox predikonte të vërtetën. Yet with our tongue we can injure and we can kill reputations. Por me gojët tona ne mund të lëndojmë dhe të vrasim reputacionin e dikujt. Think about this. Mendoni rreth kësaj. Probably none of us will purposely, physically injure another person. Ndoshta asnjë nga ne nuk do të donte të lëndonte me qëllim fizikisht një person. But just about all of us will speak angry words to someone else. Por thuajse të gjithë themi fjalë irrituese për dikë tjetër. It is so much easier to sin with our tongue than to sin just about any other way. Është shumë e thjeshtë të mëkatosh me anë të gjuhës se sa me çdo lloj mënyre tjetër. No wonder James said, if you control the tongue, you control all other areas of your life. Nuk është çudi që Jakobi thotë se nëse kontrolloni gjuhën, kontrolloni gjithë fushat e jetës suaj. In the remaining part of this passage, verses 5 to 12, James tells us how to tame our tongues. Në pjesën e mbetur të këtij pasazhi në vargjet 5 deri në 12, Jakobi na tregon se si të zbusim gjuhën tonë. Verse 5 tells us it is because of the fatal effect that the tongue can have. Vargu 5 na tregon se kjo është për shkak të efektit fatal që mund të ketë gjuha. The tongue, if untamed, will become like a spreading blaze. Gjuha, nëse nuk zbutet, do të përhapet si një zjarr. I have seen the effect of fires. Kam parë pasojat e zjarrit, It destroys everything around it. I cili shkatron gjithçka rreth tij. Let me tell you a true story. Më lejoni t'ju tregoj një histori të vërtetë. There was once a woman who constantly spread false rumors about her pastor. Ishte një herë një grua që përhapte vazhdimisht thashetheme të rreme për pastorin e saj. She always criticized everything he did. Ajo gjithmonë kritikonte çdo gjë që ai bënte. But one day she realized the seriousness of what she was doing. Por një ditë e kuptoi se sa serioze ishte ajo që bënte. And she went to him to confess and ask for forgiveness. Dhe shkoi tek pastori për t'u rrëfyer dhe për t'i kërkuar falje. Then she asked, is there anything I can do to make up for what I've done? Më pas ajo e pyeti: "A mund të bëj diçka për të rregulluar ato që kam bërë?" He said yes. Ai tha: "Po." Get a pillowcase full of feathers and go up on top of the hill and open the pillowcase and let all the feathers go. Merr një klëf jashtëku të mbushur plot me pupla dhe shko në maj të kodrës. Aty hap klëfin dhe lej puplat që të bien. She followed his instructions and then went back to the pastor and said, I did what you've asked me. Ajo ndoqi udhëzimet e tij dhe pastaj shkoi sërish tek pastori dhe I tha: "Bëra atë që më kërkove." He said, now go back and gather every one of these feathers. Ai tha: "Tani kthehu sërish atje dhe mblidhi të gjitha puplat." She said, but that's impossible. Ajo tha: "Por kjo është e pamundur. There is no way I can find all these feathers. Nuk kam se si t'i gjej të gjitha puplat." He said, that's exactly right. Nor will you be able to undo the damage you did with your tongue. Ai tha: "Kjo është shumë e vërtetë. Ti as nuk do të mund të riparosh dëmin që bëre me gjuhën tënde." How can a tongue be the spark that creates a huge fire? Si mundet që gjua të bëhet shkëndia që përhap një zjarr të madh? There are 5 different ways. Ka 5 mënyra të ndryshme. First, by speaking idle words. Së pari, duke folur fjalë boshe. This means that we speak about an issue when we do not know all the facts. Kjo do të thotë se ne flasim rreth një çështjeje kur nuk njohim gjithë faktet. We just speak about the matter because it makes us feel important. Ne thjesht flasim rreth çështjes sepse kjo na bën të ndihemi të rëndësishëm. A good cure for this is Proverbs 4:24. Një kurë e mirë për këtë janë fjalët e urta kapitulli 4 vargu 24. Put away perversity from your mouth. Keep corrupt talk far from your lips.
Hiq dorë nga e folura me hile dhe largo prej teje buzët e çoroditura. Secondly, the tongue causes damage by uttering profanity. Së dyti, gjuha dëmton duke bërë blasfemi. If you're a person who speaks profanity and curses all the time, chances are your heart is not right with God. Nëse ju bëni blasfemi dhe mallkoni gjithë kohën, ka shumë mundësi që zemra juaj nuk është e drejtë në Perëndin. Listen to what Paul said. Dëgjoni se çfarë tha Pali. Asnjë fjalë e keqe let mos dal nga goja juaj, por ajo që është e mirë për ndërtimin, sipas nevojës që t'u jap hir atyre që dëgjojnë. Thirdly, the tongue burns by insinuation. Së treti, gjuha djeg nëpërmjet dinakris. That is saying a word to stir up discussion or to fan discontentment. Kjo do të thotë të thuash një fjalë sa për të nxitur bisedën ose për të nxitur pakënaqësinë. Proverbs 16:28 says, Fjalët e urta kapitulli 16 vargu 28 thotë kështu. a perverse man stirs up dissension and a gossip separates close friends. Njeriu i çoroditur mbjell grindje dhe ai që shpif përçan miqt më të mirë. Fourthly, the tongue burns by magnifying the faults of others. Së katërti, gjuha djeg duke zmadhuar fajet e të tjerëve. You might be constantly pointing out to your spouse's weakness and make him or her feel inadequate all the time. Ju mund të theksoni vazhdimisht dobësitë e bashkëshortit apo bashkëshortes suaj dhe ta bëni atë të ndihet i papërshtatshëm gjithë kohën. Psalm 64:3, they sharpen their tongues like swords and aim their words like deadly arrows. Psalmi 64 vargu 3 thotë kështu. Këta e mprejnë gjuhën e tyre si një shpatë dhe në vend të shigjetave lëshojnë fjalë të hidhura. Fifth, a tongue burns not only by what it says, but also by the way in which it says it. Së pesti, një gjuhë djeg jo vetëm me ato që thot, por gjithashtu me mënyrën se si thot ato. The way we say things can be just as important as what we say. Mënyra se si i themi gjërat është po aq e rëndësishme sa vetë fjalët që themi. So where do we go from here? Pra, ku na dërgon kjo? Can anybody just decide that he or she is just going to control their tongue? A mundet dikush vetëm të vendosë se ai ose ajo thjesht do të kontrollojë gjuhën? James' answer is no. Përgjigjja e Jakobit është jo. In fact, James said that you can tame wild animals and wild beasts easier than taming the tongue. Në fakt, Jakobi tha se ju mund të zbusni kafshët e egra dhe bishat më lehtë se sa gjuhën tuaj. The untamed tongue is a visible example of man's inability, in which he finds himself sometimes crying out with the Apostle Paul. Gjuha e pasbutur është një shembull i dukshëm i paaftësisë së njeriut në të cilin ai ndonjëherë gjen veten duke thirrur bashkë me apostullin Paul. For what I do is not the good I want to do, but the evil I don't want to do, I keep doing. Sepse ajo që bëj nuk është e mira që dua të bëj, por të keqen që nuk dua ta bëj, vazhdoj ta bëj. Humanity can control spaceships out in the outer atmosphere and can control all kinds of modern technology, but they cannot control the hearts or the wills from which overflows the words of the mouth. Njerëzimi mund të kontrollojë anijet hapësinore jashtë në atmosferë dhe mund të kontrollojë gjithë llojet e teknologjisë moderne, por ata nuk mund të kontrollojnë zemrën apo vullnetin e tyre prej nga rrjedhin dhe fjalët e gojës. And that leads James to ask a rhetorical question in verses 9 to 12. Dhe kjo çon Jakobin drejt një pyetje retorike në vargjet 9 deri në 12. The tongue cannot equally bless and curse at the same time. Gjuha nuk mundet që të bekojë dhe të mallkojë në të njëjtën kohë. This is no more possible than salt water and fresh water can flow out of the same spring. Kjo është e pamundur, po aq sa edhe është e pamundur dhe që ujërat e kripur dhe të ëmbël të rrjedhin prej të njëjtit burim. It is as impossible as getting figs out of a grapevine. Është po aq e pamundur sa vjelja e figjve nga një hardhi rrushi. So it is with the spiritual life. Kështu është edhe me jetën shpirtërore. You cannot sing praises to God and then turn around and curse your spouse. Ju nuk mund të lavdëroni Perëndin dhe pastaj të shkoni dhe të mallkoni gruan apo burrin tuaj. You cannot teach your children about God and then put them down and destroy their spirit. Ju nuk mund t'i mësoni fëmijëve tuaj për Perëndin dhe pastaj t'i poshtroni ata dhe të shkatroni frymën e tyre. You cannot claim to talk with God one moment and then be spiteful the next.
Ju nuk mund të pranoni se flisni me Perëndi një çast dhe pastaj t'i flisni atij me inat herën tjetër. You cannot speak the language of Zion in one moment and then stab someone in the back with criticism in the next. Ju nuk mund të flisni për një çast gjuhën e Sionit dhe pastaj të godisni dikë pas shpine me anë të kritikave. This is the kind of inconsistency that James is speaking about. Ky është lloji i mospërputhjes për të cilën flet Jakobi. And that is why James said, "My brothers, this should not be. This thing is not only inconsistent, but it is iniquitous." Dhe ja pse Jakobi tha, vëllezërit e mi, nuk duhet të jetë kështu. Kjo jo vetëm që nuk përputhet, por është e padrejtë. You and I might not be able to tame the loose tongue or the angry heart or the critical spirit or the controlling attitude. Ne nuk do të mund të jemi të aftë të zbusim gjuhën e lëshuar apo zemrën e inatosur, shpirtin e kritikës apo kontrollimin e sjelljes. But God, the Holy Spirit, can. Por Perëndia, fryma e shenjtë mundet. The blood of Jesus can cleanse us and sets us free. Gjaku i Jezusit mund të na pastrojë dhe të na çlirojë. And this is the good news that I bring you today. Dhe ky është lajmi i mirë që ju jap sot. God can do anything, but God wants for you to genuinely repent and humbly ask. Perëndia mund të bëjë gjithçka, por ai do që ju të pendoheni me të vërtetë dhe t'i kërkoni me përulësi. Lord, I repent of my sin. Zot, unë pendohem për mëkatin tim. I truly want to give you the control of my heart and tongue. Dëshiroj të jap me të vërtetë ty kontrollin për zemrën dhe gjuhën time. Then believe with all of your heart that there is power in the blood of Jesus. Pastaj besoni me gjithë zemrën tuaj se ka fuqi në gjakun e Jezus Krishtit. It is my prayer that you'll do exactly that. Është lutja ime që të veproni pikërisht kështu. And until we meet again, I wish you God's richest blessing. Dhe deri në takimin ton të ardhshëm, Zoti ju bekoft. Të nderuar miq, programi toni ka ardhur fundi edhe për ditën e sotme. Doktor Jusef na foli sot për hapin e 6 në procesin e pjekurisë son shpirtërore, kontrollin e gjuhës son. Po ua kujtoj edhe një herë të gjithë hapat që kemi parë deri tani. E para, të jesh i gëzuar në sprova. E dyta, ti thuash gjithmonë jo tundimit. E treta, ti bindesh fjalës së Perëndisë. E katërta, të duash gjithkënd, edhe ata që në mënyrë të natyrshme e ketë pamundur t'i duash. Dhe e pesta, të jetosh sipas besimit tënd. Në programin ton të erësarshme, Doktor Jusef do të na mësojë se si të presim tek Perëndia. Ai thotë se një nga arsyet kryesore sepse dështojnë kaq shumë të krishterët është sepse kanë orare të ndryshme nga ato të Perëndisë. Të mësosh të jesh në varësinë e mençurisë që vjen nga lart, nuk është edhe aq e lehtë. Doktor Jusef do të na tregojë disa hapa praktik se si të presim në Zotin. Ndaj mos harroni të na ndiqni herën e ardhshme. Ju kujtoj miq se ne mirpresim letra dhe emailët tuaja në adresë të programit ton. Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose me email në adresën info@radiovis7.net. Po kështu ju mund të kërkoni edhe një kopje të librave të Doktor Jusef, Gjetja e gëzimit që ka dashur gjithnjë dhe 7 hapat. Me shumë kënaqësi, ne do të dërgonim një kopje. Deri herën e ardhshme bashkë, miru dëgjofshim.